ndëgjova që disa prej temave e gjërave që ngritën nga deputetja time janë komplet e pavërteta dhe po du t'i qaroj jo për timen, po për qytetarët. E para 4 krevate në klinikën emergjente. Zonja time s'di kur keni qenë herën e fundit, por qytetarë nderuar në klinikën emergjente janë 25 krevate. Me renovimin e emergjencës është shtuar numri i krevateve dhe thuash janë 4, kur janë 25, sinqerisht jo vetëm dezinformim, po dezinformim kardinal. S'po di që është me qujnë ndryshe. Ndash edhe ja vlexoj, 9 në ranimim, 8 në interno, 2 në intervenimet vogla, 3 në kirurgji, 2 në triazh dhe 1 në ortopedi. Thuhet që materialet në kardiologjinë invazive përdoren nga 2 ose 3 herë për pacientë ndryshëm. Në anën tjetër, zonja deputete thot që nuk po du mi sulmu mjekët. Zonja deputete ju sa po e bët këtë punë sepse mjekët nuk guxojnë dhe e din shumë mirë si përdoren këto materiale. Dhe nëse keni fakte të tilla, zonja deputete, ju kisha bile ju kisha ditë për nder, që këto materiale t'i dërgoni mas pari në prokurori dhe pastaj t'vini edhe në sallën e kuvendit, ku do të skuqesha edhe unë se ka ndodhur diçka e tillë, mirë po jo dalësh e thuash, po i mbroj mjekët, e mjekët po i sterilizojnë disa herë materiale duke i bërë të përdorshme për pacientët e tjerë. Është e caktuar me norma zonja Kadriaj, cilat materiale mund sterilizohen dhe mund të përdoren 2 ose 3 herë, dhe është e përcaktuar me norma cilat janë materiale vetëm një përdorimshme. Tha që nuk ka bardha fare në onkologji, zonja time Kadriaj, mbi 90% është furnizimi, ju ftoj edhe juve që të shkoni, mos t'ju besoni as fjalëve të mia, ju lutem, as raporteve të SHSKUK-s, ju lutem shkoni në klinikën e onkologjisë, foli me stafin, foli me infermierët, foli me mjekët, foli me drejtorin dhe shikoni nëse janë këto pretendime tua të sakta që realisht nuk janë të sakta. Tha që anesteziologët po ikin nga sektori publik, prap një e pavërtet. Vetëm në kohën e fundit 4 anesteziologë janë kthyer në sektorin publik nga sektori privat, kurse në anën tjetër është hapur edhe konkursi për 25 anesteziologë të tjerë që më në fund, për shkak të politikave jo adekuate të resurseve njerëzore që keni bërë më herët në qeverit e juaja zonja Kadriaj, po ka mbet për shumë vite pa anesteziologë sistemi jonë shëndetësor, mirë po më në fund kjo punë po i vjen fundi dhe nuk do të kemi probleme të tilla. Nisoj e përmend kirurgjinë vaskulare për mungesë materialeve, jo zonja Kadriaj. Edhe kirurgjia vaskulare, edhe ortopedia, listat e pritjes janë ekskluzivisht për shkak të mungesës së personelin, këtë rast e anesteziologëve. Por marë parasysh shqetësimin e ju zonja Kadriaj, po e përsëris edhe një herë, që është hap konkursi 4 kanar nga sektori privat, është hap konkursi edhe për 25 të tjerë, dhe më në fund po i vje fundi një vuajtje shumë vjeçare si pasoj e politikave absolutisht jo strategjike, mos them në terminologji tjetër, nga ana e atyre që kanë udhëheq më herët. U përmend edhe intenziva, po, është intenziva ashtu sikur që është ndërtuar më herët onkologjia, dhe kemi pa që nuk e kemi pas për sa fërmi nevojat, nga 25 shtretër tash janë bërë 100 shtretër. Më shumë se 2 fishim zonja time Kadriaj, dhe kjo akoma nuk mjafton. Dhe akoma do t'i zgjerojmë kapacitetet. Nga më shumë se 2 fish që she kemi gjetë, akoma do t'i zgjerojmë ato, por nisoj vlen edhe për intenzivin. Intenziva
është në plan të zgjerohet dhe do të zgjerohet, e në anën tjetër për informacionin e juaj zonja Kadriaj, por edhe të qytetarëve. Tash veç kanë filluar punët në gjysmë intenzive në kardiologjike dhe pritet që tjetë një nga repartet më të mira në qendrën klinike universitare. Kështu që zonja Kadriaj, ju lutem, ka hapësirë për kritika çdo herë në shëndetësi. Edhe pajtohem me këtë fakt dhe do të pajtohem çdo herë dhe çdo kritik valide, çdo kritik e mirëqen do ta marr para qytetarëve e sidomos para jush deputet të nderuar si përfaqësues të qytetarëve me seriozitetin më të madh, qysh mundemi me shku përpara. Mirë po kritikat e tilla kur thuhet që janë vetëm 4 shtretër në klinikën emergjente kur janë 25, kur thuhet që s'ka fare barda kur niveli furnizimit është mbi 90% në onkologji, kur thuhet që s'ka anesteziolog kur edhe ju e dini pse nuk ka anesteziolog, kur thuhet që në kardiologji invazive nga 2-3 herë i përdorin për pacientë të tjerë, këto e kalojnë çdo limit të një kritike, bile kjo çka është me keqja, është një lloj thirrje për mosbesim në institucionet shëndetësore publike për të orientuar dika tjetër, pa dashur me ju thonë juve zonja Kadriaj, mirë po këtë çka e thatë ju, sa po thatë diçka që ju vije për shtrati spitaleve private duke e anuluar edhe duke minimizuar punën e jashtëzakonshme që kolegët tonë edhe t'juj zonja Kadriaj bën çdo ditë në secilin klinik pa përjashtim, jo vetëm qendrën klinike universitare të Kosovës, po në gjitha spitalet, bile edhe në kujdesin parësor shëndetësor, ku hiqen nga komuna disa që i kemi edhe ju. Faleminderit shumë.